Qëndru, si që thashë edhe më herët, në Prishtinë, në Sheshinon Tereza, do t'jemi edhe nesër nga ora 10 deri në ora 3. Pastaj në qytetet e tjera do të vazhdojmë nga dita e hënë e martë e tutje. Qytetarët kemi me i njoftu përmes platformës tek Instituti Kosovës për Drejtësi dhe tek faqja e betimit për drejtësi. Aty kanë me marrë informacionet e duhura, kur ne kemi me informu se në cilën kohë, në cilin vend do t'jemi për me i marrë në nënshkrimet. Po, normalisht që mund t'jetë sfid ndryshimi i një ligjit të caktum i dërgum në kuvend nga qytetarët dhe nga deputetet e caktum përballë shumicës parlamentare. Por ne kemi konsideru që një çështje e tillë do t'i shërbej edhe vetë shumicës parlamentare aktuale, në kuptimin që, si që është përmend edhe nga vetë kryeministri Kurti, që këto shtesat do të bëhen përmes një ligji, si me thonë, do të rregullohen, do të strukturohen atje përmes një ligji tjetër dhe pastaj duke i vendosur ne në kodin penal, ato mund të sankcionohen edhe për qeveritë e tjera, sepse ne nuk po bëjmë fjalë vetëm për një qeveri që aktuale, si që është qeveria Kurti, por mund të vije edhe situata kur në qeverisje do t'jetë Partia Demokratike e Kosovës, LDK dhe AK, ose kushdo qoftë tjetër, por ne nuk po bëjmë fjalë për një qeveri sikurse që është kjo dhe sikurse kjo qeveri do t'jetë, si më thënë, edhe 20 vitet e tjera, dhe 30 vitet e tjera dhe do t'a shfrytëzoj buxhetin për qëllime elektorale, por numrat mund të ndryshojnë, perceptimi mund të ndryshojë dhe besoj që perceptimi dhe mbështetja do të ofrohet duke komuniku me partinë politike që është aktualisht lëvizja vetëndosje më e madhe në vend, Partinë Demokratike, LDK-n edhe AK-n. Dhe besoj që do të kemi sukses në këtë nismë. Tash ka metoda edhe të tjera të cilat, si më thonë, e vendosin në pozicion shumicën parlamentare të asaj që me e mbështet kushtimisht, detyrimisht atje, është vetë partitë opozitare në rasin, me qenë se vetë ka qenë edhe kërkes e PDK-s, LDK-s dhe AK-s që të mos shfrytëzohen mjetet publike me kushtëzimin që të votohen marrëveshjet ndërkombëtare, që ky kod penal të miratohet, por me kushtin e marrëveshjeve ndërkombëtare, me kushtin e pozicioneve të caktuara në institucionet publike që i emëron kuvendi ku edhe vetë partitë politike dakordohen. Tash, normalisht që ne nuk mund t'i kërkojmë as PDK-s, LDK-s dhe AK-s që ta kushtojnë miratimin e këtij kodi penal me çështjen e presidentit, sepse është një çështje që shkon përtej ndoshta edhe miratimit të një ligji që për ne është kogjerancishëm, që është në rregull edhe të kushtohet me votimin e presidentit, por te kushtimi me marrëveshjet ndërkombëtare. Do të ishte pika kyçe që atje ka një interes të madh publik, këtu ka një interes të madh publik, të dyja të bashkohen dhe të dyja të mund të miratohen në një moment të caktuar kur PDK-ja, siç është thënë i pranishëm deputeti Arben Mustafa, mund të propozojë që një çështje e tillë të kushtohet në mënyrë që të arrihet një interes publik në të dy anët. Zoti Mustafa, këtë çështje që ngriti zoti Jakaj 1 dhe 2, a mjafton përgjegjësia politike që veprime të tilla të mos ndodhin, në qenë se kanë ndodhur dhe kemi pasur janë shënruar pothuajse në fenomen dhe e keni ngritur edhe ju si parti, prandaj edhe ka ardhur kjo nismë, apo duhet patjetër që të jetësohet kjo nismë, që të ndryshohet kodi penal dhe që pasojat të parashihen në mënyrë që të ndërtohet një kulturë e re e përgjegjësisë që thjesht të ruhet buxheti i shtetit dhe mos të abuzohet me vendime të cilat mirën nga gjykata kushtetuese, por ato të zbatohen detyrimisht sikurse në çdo vend normal demokratik. Po, se përket pikës parë, sigurisht që ne e përshëndesim dhe mbështesim këtë nismë dhe sigurisht që do të bëjmë gjithçka që është e mundur brenda kuvendit për ta shtyrë miratimin e këtyre ndryshimeve në ligj. Se si do të evoluoj agjenda e kuvendit do të shohim, mirë po për neve, si parti opozitare, në këtë rast si PDK po flas, është shumë e rëndësishme që mos t'i lojmë vetëm përgjegjësisë politike, mos ta lojmë këtë çështje në përgjegjësi politike për shkak se po shohim që kemi të bëjmë
me një shumicë parlamentare e cila nuk njeh përgjegjësi politike. Dhe në mungesë saj ne duhet bëjmë shmos që këto probleme ti sankcionojmë me ligj. Dhe në këtë mënyrë ne do ta mbështesim këtë iniciativë edhe në Kuvend dhe do të shtyjmë përpara miratimin e këtyre ndryshimeve në kodin penal. Për sa i përket çështjes së dytë, që buxheti i shtetit nuk guxon të shërbejë një partie politike. Qeveria mbledh taksat për t'i ofruar qytetarëve kushte më të mira jetese, për ta bërë një vend më të mirë. Qytetarët nuk paguajnë taksa për t'i rritur gjasat e një partie të caktuar politike për t'i fituar zgjedhjet. Mënyra se si është trajtuar buxheti i shtetit këto vite të fundit ka qenë kryesisht për t'i rritur gjasat e një partie politike për t'i fituar zgjedhjet. Ne nuk jemi kundër çfarë do ndihme që jepet qytetarëve. Për shkak se qytetarët e Kosovës sot kanë nevojë për shumë më shumë se këto 100 euro që po jepen para zgjedhjeve. Por shtrohet pyetja, a ka kthyer mbrapa kokën kjo qeveri te pensionistët, cilëve u dha 100 euro para 2 muaj? Si jetojnë pensionistët sot? A e kanë zgjidhur ato 100 euro para 2 muajve hallet e pensionistëve sot? Jo. Ato kanë mbuluar konsumin për një periudhë shkurt kohore, ndërsa sot i kemi po të njëjtit pensionist që ballafaqohen me çmime shumë të larta dhe me pensione që në asnjë mënyrë nuk mjaftojnë për të siguruar një jetë dinjitoze për një pensionist. Po familjet që pranojnë shtesa të njëhershme, ndihma të njëhershme, çfarë kushte më të mira jetese kanë sot si rezultat i pranimit të 100 eurove më tepër para 2 muaj? Asgjë. Pa më rastin e kushteve në spitalet e Kosovës. Sot një familje ka nevojë për kushte dinjitoze edhe për të rritur fëmijët, po edhe për të pasur një kujdes të duhur shëndetësor. Dhe për çka po përdoret buxheti i shtetit? Apo përdoret për një projekt madh në shëndetësi, për të përmirësuar shëndetësinë, apo përdoret për ndonjë projekt madh në arsim, apo në energji? Jo, po përdoret për skema që kanë kryesisht karakter elektoral. Ne jemi për tyra të qëndrueshme për familjet kosovare. Secila familje kosovare duhet ta di sa tyra kanë secilin muaj. Dhe jo të varet nga vullneti politik i qeverisë nëse do t'i jap 100 euro një muaj dhe pastaj të pres nëse do të ketë zgjedhje tjera për t'i marrë 100 euro apo jo. Dhe këto shpërndarjet parave, këto po e cenojnë demokracinë, po e cenojnë garën zgjedhore, po e zhvendosin vëmendjen nga problemet reale. Në ditën kur janë shpërndarë 100 euro, diskutimi publik në Kosovë nuk ka qenë për problemet me cilat ballafaqohet qytetari i Kosovës. Diskutimi është vendosur te 100 euro. Dhe kjo po i konvenon partisë në pushtet. Kësaj partie që ka dalë prapë para, kësaj një gjë i nevojitet. Të mos diskutohet për problemet cilat i ka vendi. Aq. Një parti e cila qeveris 6 vjet do duhej të garante me rezultatet qeverisjes. Do duhet kishte çka t'i tregoj qytetarit. Dhe në mungesë tyre rezultate, mungesë të fakteve të qeverisjes së suksesshme, kjo qeveri, ky pushtet aktual e ka shndruar rolin e vet vetëm në rolin e shpërndarjes së parave ko pas kohe, për shkak se nuk kanë tregim çka të tregojnë para qytetarëve. Dhe kjo nuk duhet të lihet në dorë të përgjegjësisë politike, për shkak se kemi parë mjaftueshëm që kjo parti, që sot është në qeveri, nuk ndjen përgjegjësi politike. Nuk mund të thuash që ka përgjegjësi politike, kur një parti vendos nëse do të zbatoj vendimet e gjykatës kushtetuese apo jo, bazuar në vullnetin e tyre politik. Nuk ka përgjegjësi politike kur buxheti i shtetit përdoret sikur të jetë buxheti një partie politike, pa asnjë lloj llogarilanie për efektet e shpenzimit të atij buxheti. Në këtë mënyrë ne do të mbështesim çdo iniciativë, edhe iniciativën konkrete, në mënyrë që të kufizojmë diskrecionin e qeverisë për të manipuluar me buxhetin publik për interesa partijake. Jo vetëm sot, kur çdo që të jetë nesër në qeveri, edhe kur Partia Demokratike e Kosovës të jetë në qeveri, asnjëherë nuk do të mbështesim praktikat ku qeveria ridestinon mjetet publike varësisht nga nevojat e partisë në pushtet. Nuk është buxheti i shtetit
për të rikuperuar mungesën e reputacionit të një qeverie. Nuk mundesh ta përmirësësh reputacionin partijak me parat të buxhetit të shtetit. Parat e buxhetit të shtetit duhet përdoren për të adresuar nevojat që i ka shoqëria, nevojat që i ka ekonomia, shëndetësia, ndërsa politikat partijake duhet të jenë të ndara nga qeveria. Kjo nuk po ndodh, prandaj duhet shohim mënyrat se si të ulim diskrecionin politik në këtë fushë dhe të sankcionojmë me ligj se sa ka mundësi një parti politike që e qeverisë vendin të përdor buxhetin publik